Do i themi mirë mëngjesi bashkimit për momentin, e kemi në lidhje. Mirë mëngjes bashkim. Mirë mëngjesi, përshëndetje nga Tetova. Bashkim, përpara se të kalojmë tek informacionet që i ke përgatitur për sot dhe për gjithë shikuesit televizionit të Alsat, tema e ditës sotme është unë do të doja. Çfarë do të dëshironte bashkimi për na e thënë publikisht këtu për shikuesit tanë, që t'i nxisim edhe ata të shkruajnë. Mos e mbajnë vetë, Sepse shprehu. kam përshruar mesazhet sot. Nga ky këndvështrim, nga kjo moshë, do të dëshiroja që ky vend të ishte pak më i mirë për banorët e tij, që t'i mbaj sa më shumë këtu dhe të zgjoheshin në mëngjes të sigurt, të qetë, të rehatshëm dhe të mos mendonin shumë për faturat në fund të muajit. Tash na u kanë shtuar pak faturat me Safe-City, ë? Do na shtojnë edhe Prit shumë ku e madje. kemi, moj modër, prit ku e kemi. Bashkim, si shkoi fundjava, sepse kemi parë Tetovën me lajme të shumta gjatë gjithë fundjavës. Debora sigurisht që i gjen të papritur dhe të paprigaditur të gjitha autoritetet, si gjithmonë. Mirë po, si ishte gjendja në kodrën e diellit? Nuk kanë faj autoritetet as pak. Bora pa paralajmëru ka ardhur edhe i ka zonë në befasi. Nuk është e ndershme. Kjo të paktën duhet të bëjnë një telefon që do të vjen që të përgatiten njerëzit. Jo ashtu mysafiri paftuar me njerë kur zgjohesh në mëngjes rrugët krejt borë. Sepse duhet ta di edhe Bora që institucionet tona flejnë, mo vlla. Musafiri paftuar duhet të lajmërohesh, të pyesësh njerë. A jeni të lira, si jeni? Pra, Bora dje erdhi Bashkim, një sekond, do bëjmë një miksim, bashkim. Do bëjmë një miksim të një melodie fantastike, që nga regjia do ta lëshoj në prapavi dhe do të informosh në lidhje me Deborën. Regjia, jemi gati? Fute, lishoje. Vetëm për bashkimin, miq dashur, në këtë mëngjes të bukur, të dyshi, thotë. Bashkim, sot jemi dyshi. Dhe dëgjojmë një këngë fantastike. E hënë bashkim, e hënë dyshi, mos e harrojmë. E shporëm dyshi, janari, no? Fal Zotit, ikën këto 8 muajt e janarit, e shporëm janarin, nuk është më janar. Edhe pse dita e hënë, gjithnjë kur vjen në fillim të javës na ngjan në një far janari ashtu të lodhshëm, megjithatë le të jetë ashtu, do i përcjellim sot bashkë me janare, me të hënë, me të gjithë dhe do të vazhdojmë një jetë të re, një jetë paksa më të qetë, një jetë më të mirë këtu në vendin tonë. Tash mundet të shkon viti pak më ngadalë. Mirë, po në janar u desh pak ta përshpejtojmë sepse ishte domethënë një muaj i lodhshëm. Tash ti mundet dal ngadalë, hap pas. Më e keq që ishin 3 muajt e fundit të janarit, nga data 29 deri në 31. Ta 3 muajt e fundit ishin më të padurueshëm. E vërtet. Bashkim, u ndodhi një trazir, mund të themi, vikendin, fundjavën që lam pas, në kodrën e diellit. Për sa orë mbetën rrugët e bllokuara, po ashtu edhe qytetarët e pa ndërgjegjshëm, të cilët vazhdojnë dhe nuk i respektojnë ligjin e të paktën gomave të dimrit apo zinxhirëve pajisjeve që duhet t'i bartin. Veturat e paprigaditura nisen për në kodrën e diellit. Rreziku vazhdon. Po në ditën e djeshme ishte interesante sepse mëngjesi vërtet krijoi një tollovi në rrugën për në kodrën të diellit, sepse rreshja e Borës vërtet i zuri në befasi institucionet, edhe pse kishte filluar rreshja e Borës që në orët e natës, megjithatë me siguri nuk kanë kaluar, nuk e kanë parë që bie Borë, dhe të ngratët nuk e kishin pastruar rrugën, kështu që një numër i madh i autobuseve dhe makinave që në mëngjes ishin nisur për të arritur në kodrën të diellit, për të skiuar atje hasën në rrugë me borë dhe jo të pastruara dhe filluan që në hyrje të kodrës së diellit diku 2 kilometra para kodrës së diellit filloi edhe ajo rëshqitja më e madhe e makinave duke bllokuar dhe rrugën, siç keni mund të shihni mbrëm në storyn që përgatitëm edhe disa autobus të cilët nuk ja dilnin dot që të ngjiten lart. Pjesa më e madhe e makinave ashtu me pozitësit e nervozuar tepër zbritën për të vënë zinxhirët për të vazhduar, edhe pse kjo ndoshta do duhej që të ishte bërë që në fillim të rrugës për në kodrën të diellit,
por mbase nuk kam pasur informat edhe vozitësit se rruga rezulton e papastruar në pjesën e epërme të Kodrës së Diellit dhe në pjesën e fshatrave, andaj u krijuan një tollovi dhe u krijuan shumë vonesa, kështu që shumica së banorëve apo vizitorëve që u nisën për Kodrën të Diellit ju desh me skit në krah dhe me ata këpucë të rënda të skiave që të ecin goxha rrugë për të arritur në Kodrë të Diellit. Kjo ka zgjatur diku deri në orën 10:30 ditën e djeshme, kur edhe kanë filluar paksa televizin makinat, kur janë njoftuar banorët se asesi nuk bën që të nisen pa zinxhir në pjesën e epërme të Kodrës së Diellit, por fal Zotit kaloi ajo ditë dhe sot ende nuk kemi informacione, edhe pse i thirrëm që në mëngjes herët drejtuesit të Kodrës së Diellit për të marrë informacionin se si qëndron puna me rrugat, nëse janë të pastërta dhe nëse banorët munden që të vijojnë për Kodrën të Diellit për të skiuar. Interesante është edhe disi e lodhshme për banorët, po bëhet sepse gjithnjë ditën e parë kur fillojnë të rreshurat pas një pauze disa ditore hasin në vështirësi kalimi. E vërtetë është që kishte edhe banorë të tillë që ndoshta me ndërgjegje më të vogël kanë nisur me goma jo të mira për në Kodrë të Diellit, por kjo nuk është faji banorëve, është faji policisë, e cila duhet të jetë në fillim të rrugës, të kontrollojë makinat dhe të mos e lejojë as pak atë makinë që është me goma jo adekuate të niset, andaj sepse merr në qafë edhe dhjetra makina të tjera të cilat duhen të arrijnë në destinacionin e duhur. Bashkimi dua të pyes pikërisht edhe për parkingun, sepse para një jave kur biseduam në fundet ishte problematika e madhe dhe lart në Kodrën e Diellit. Si ka qenë këtë fundjavë themi? Bona, nuk ka asnjë ndryshim. Tash e më shumë se 2 dekada, do të thënë që ndjekim rregullisht situata në Kodrë të Diellit, nuk ka asnjë ndryshim me parkingjet, por më vjen interesant se çështja e parkingjeve më duket se nuk do të zgjidhet edhe shumë gjatë në Kodrë të Diellit dhe makinat do vazhdojnë që të parkohen në njërin anë të rrugës, që të bllokojnë njërin anë të rrugës, sepse partitë politike zoti na i lasht që i kemi neve, gjithnjë këtë e shfrytëzojnë gjithnjë, jo, mos i shtoft, le të jenë tamam. Me të mira flasim, bashkim, me të mira. Gjithnjë Kodrën e Diellit, parkingjet atje, por edhe parkingjet e famshme në Kate, në qytetin e Tetovës, kanë qenë, janë dhe vazhdojnë të mbeten premtime pa fund në për të gjitha fushatat, sikur ata kushtojnë qindra miliarda euro dhe janë të parealizueshme, nuk e di se çfarë do. Po mirë më bashkim, dëgjoj tash. Bashkim, në qoftë se premtimin e dhënë, e realizojnë, pastaj me çfarë do merremi? Kështu që ja le të mbetëm pengë. Kemi o dritro. Dritro, po pak halle e dertë kemi se me çfarë do merremi. Një pjesë e bukur e mirë e qytetit të Tetovës në pjesën e daljes së tij është ende pa kanalizim fekal, dritro. Pjesa e Çarshisë për me një pjesë është ende pa kanalizim fekal, ende me jama, janë ata të zakonshme, të likueshme. Ka qyteti shumë punë. Jo që nuk është punuar, është punuar këtë periudhë paktën disa gropa u mbuluan që të mos heqim ato zite ullirit me ato gropa që të prishim makinat. Por ama kjo është vetëm A në gjithë alfabetin që duhet të bëhet. A në antik, që i ruajnë këto problematikat antike. Po, edhe këto po bëhen të vjetra dhe dal nga dal këto probleme si duket do duhet sikur se lëndë të gjithësore ti vjetërsojmë dhe të mos merremi me atë sepse të llogaritën të vjetërsuara ama dhe nuk kemi se çka kthehemi aty me ato probleme. Jemi mësuar sikur të jetojmë në këtë mënyrë. E keqja është se nuk është vetëm Tetova, është qyteti i Tetovës, i Gostivarit, i Tiprës, i Strugës që merren ende me probleme shumë bazike, që merren me probleme ende kur të gjithë njerëzit e shkollat flasin për AI-n, flasin për teknologjinë e lartë, ne flasim ne flasim kur të futemi në tualet të kemi kujdes mos të lëshojmë shumë ujë sepse do na mbushet jama dhe duhet ta pastrojmë më shpesh. Sepse shumë fshatra nuk kanë kanalizim fekal. E paramendoni se në çfarë shekulli jetojmë neve? Kjo është për fat të keq realiteti jonë. Kjo është për të qartë, po ndonjëherë kjo po kthehet në sarkazm, tash i duhet të qeshim sepse e dim gjendjen faktike që e kemi në shekullin e 21, 2026-ën, ne diskutojmë akoma për gjërat më elementare të njeriut. Ne flasim për ajrin, flasim për parkingjet, cilët duhet të kemi, flasim edhe për kanalizimin.
e të mërshme. Drejtora, mund të paramendosh komuna nga e cila vi unë, komuna e Bukovinës, para ca vitesh filloi projektin e kanalizimit për fshatrat, edhe pse ne nuk është askund, po filloi, falë zotit. Dhe fillon në fshatin Bukovinë. Fshati Siniqani imi lihet, vazhdon në fshatin Kamjan, deri në një gjysmë fshati të Pauqishtit, fshati Kallnik lihet, ore, ku ka në botë more të bëjmë parciale. Këtu më kanë votuar, do të bëj kanalizimin, këtu jo se nuk më kanë votuar, to kalojmë të fshati tjetër. Ky është realiteti jonë. Andaj edhe po them që të mos dalim prej teme, parkingjet në Kodër të Diellit do duhen shumë e shumë dekada që të bëhen, sepse nuk kanë se me çameren partitë politike. Autobusi apo funksionon, të cilin e... Autobusi funksionon? Funksionon, është korrekte, kjo funksionon dhe në momentin kur ka nevojë për autobus më tepër. Nga ndërmarrja për transport e Tetovës kemi incizuar vetë që nuk e kursejnë, më thënë, lëshojnë edhe autobus tjetër me qëllim që të barten të gjithë udhëtarët. Të paktën një numër më të madh të udhëtarëve mund të frekuentojnë. Është interesante bona se një autobus me njerëz të mbushësh të çosh atje, ke 30 makina më pak. Po. Sepse autobusi merr 60 persona. Do me thonë, diku 30 makina, nëse jo 30, 20 makina i ke më pak atje dhe më pak të lovika. Që do të thotë, bashkim? Por, dash zotit që... Që do të thotë, në qoftë se kemi kamera vëzhgimi për në Kodrën e Diellit, do të kemi sigurisht më pak makina dhe njerëzit do të orientohen më shumë tek autobusi. Bashkim, si ishte dje gjendja në Tetovë? Për safe city-n. Njerëz, ka qenë interesante, rrugët e Tetovës dje kanë qenë të vdekura. Kanë qenë të vdekura, ka qenë një frikë interesante, do më thënë pjesa e rrugës industriale, por edhe pjesa e rrugës e Lindenit në pjesën e hyrjes nga Augustivari, ku janë 2 kamerat e safe city. Ore, ashtu qetë kanë vozit makinat, vozitësit kanë qenë ashtu të urtë. Aq pak vozitës dhe makina kishte kënaqeshe. Ajo pjesë në 100 metrat e parë dhe të dytë pas kamerës nuk kishte parkime që zënë rrugën. Ishte rruga e pastër, duke i bukur e gjithë rruga dhe shfrytëzova rastin gjithë që ta shoh se si duket rruga i Lindenit në atë pjesë pa makina të kishte marrë malli, që zënë rrugën, që zënë krahun e djathtë. Ishte hera e dytë që ishte mirë për ta parë, por e trishtueshme pak se mangjante në ditët e koronës, ditët e Covidit, kur ishte shumë qetë dhe lëviznin shumë pak makina. Pikërisht edhe Shkupi ngjason të si në periudhën e Covidit ditën e djeshme, sepse justifikimet e njerëzve ishin jo, ma nuk kam ndonjë obligim, nuk më dilet. Duke e ditur faktin sepse gjatë javëve të kaluara, i ka marrë një 20 dënim. Domethënë, ishim 4 shok dhe të 4 vinim në një destinacion të duhur në pikë takimi me 4 vetura. Dhe kështu që vetë jemi ne ata që e krijojmë ndonjëherë edhe rëmujen. Nuk mundet një vetur që ti merr të 4 personat, por ne duam të 4 të dalim me 4 vetura. Dhe kjo duhet të na ndikojë në vetdijen kolektive. Të paktën. E tash do të hudhet të short, cili do ta merr makinën. Po mundet edhe ashtu, pse jo? Po. Kush e merr makinën, ai do të... Këtë javë, bashkimi, javës tjetër, bashkimi më duket. Pastaj edhe javën e tretë, më duket që bashkimi s'ka qenë, kështu që deri në fund të muajit. E tash do të thotë domethënë katafitje edhe me shoqëri. Unë për vete nëzora njoftimin para disa ditësh në Facebook që ndroj makinën me një bicikletë. Shumë bukur, po. Bile nëse duhet do të shtoj dhe pak lek. Dhe kishe shumë reagime të duket. Kësaj punës së dënimit, reagime plot. Filluan që të më ofrojnë dhe një bicikletë falas. Jo bicikletën, por kishe reagime që... Jo për safe city. Bashkim, kishe reagime që a do e ndrosh me motor. Po me motocikleta, a do e kështë ndruar? Asë që diskutohet. Ajo nuk diskutohet, asë njerë. Asë njerë. Do më thonë është mënyra më e mirë për një qytet që të lëvizësh me motor, me motocikletë ose me bicikletë, me dy rotak. Unë mendoj që me dy rotak, me bicikletë dy rotaku do të jetë më i mirë. Mirë, po unë mendoj që do dalin edhe ato si thuat rolerave, po. Kush di? Rolerave do t'i nxjerrim domethënë ato trotinetat jo elektrike. Janë këta elektrike gjëra të tjera. Jo do t'i nxjerrim skuteret jo elektrike, se ata shkojnë edhe ndonjëherë më shumë se 5 vjet, kështu që domethënë do të jemi shumë aktiv, vijën e trupit do ta ruajmë, do të jemi më shoqëri më e shëndetshme. Më të shëndetshëm, domethënë. Edhe atë burekun që do ta hajmë nuk do të ndihemi keq, do ta harxojmë në televizje. Unë në Prapavik kam lëshuar disa këngë shkodrane dhe në ndërkohë na ka ardhur edhe një mesazh nga Shkodra Bashkim, që do doja t'i përshëndes shikuesit tanë, të cilët janë interaktiv gjatë gjithë kohës dhe thotë, unë do të doja që mes shqiptarëve të mos kishte kufi dhe të ishim një kombi bashkuar. Ju përshëndes nga Shkodra. Faleminderit Shkodra shumë, faleminderit shikuesit tanë që kemi edhe nga Shkodra dhe ne në Prapavik kemi... Ha? E dëgjon?
Janë këngë shkodran, e kemi nisur. Bashkim, a kemi një gjë tjetër për të shtuar, apo do shkëputemi këtu edhe do dëgjojmë të mërkurën sërish? Do shkëputemi këtu, informacione më tepër do të sjellim në orën 16 dhe 19, kur edhe kemi edicione të informative, kur do të sjellim atë realitetin e ditës së djeshme dhe ditës së sotme në të tofë. Qa ndodhi me Safe City-n dhe sa telegrame urimi kanë marrë banorët. Sa urrata kanë marrë edhe banorët, por edhe sa urrata kanë dërguar atje tek sistemi. Vetë me vetë. Sa kemi ndihmuar urrata të arkive së shtrenjta. shtetit Se sot. është reciproke është kjo me uratat. Apo jo? Marrë Pa dhe tjetër, javë. do më thënë urata edhe atë urata të shtrenjta. Do më thënë me listë të gjatë. Shumë mirë, bashkim Bashkim faleminderit faleminderit shumë. shumë për me Të dëshirojmë një ditë të informacione dhe këndshme, për gjithçka. edhe pa halle, pa urata. Të dëshirojmë ditë pa Dhe urata. pa Sigurisht, mesazhe në shpresoj. celular Sigurisht. dhe në email.